Hajde, Santi, se unë pak kom emocione, po. Viviana, të regon që shka fillu rrugtimi jëtë në rjetët sociale si influencere? Kam qenë shumë e vogël, kur dollën Instagramet, këto Facebooket të gjëra, që ja të regoj si histori, unë kam qenë shumë e vogël, edhe kemi pas ato të qëriçka të vogla, dhe unë kam qenë lidhur me një djalë të shkollës, në gjimnaz, edhe aji nuk më lente që ti kisha këto rjetët sociale, dhe unë zbëra, hapa një adres falso. Edhe atëherë fillova pak me Facebookun, pastaj me Instagram, pastaj unë ndava dhe filloj çdo gjë jeta. Bë më e bukur. Emri si e ke pas aty fake account? Po. Si e kishe? Emily Bronte. Është një shkrimtare e huaj. Po. Edhe unë jam marrë qik me studimin e letërsisë. Nice. Edhe më pëlqente shumë. Janë dy motra, është Emily Bronte edhe Charlotte Bronte. Edhe ka pas shumë njerëz në Tiranë që kur filluan të shikonim shpesh, dhe më thëmë të shumë, pse nuk e kemi Emily ti? Sepse unë edhe atëherë, kur fillova të nxirja fotot e mia, nuk e ndryshova emrin. Më pëlqente, nuk është se s'pëlqen emri, më pëlqen shumë emri im, megjithatë më duk sikur të ngelte ashtu. Libronte. Bronte. Bronte, vetëm Bronte. Emily Bronte. Libronte. Ata fillojnë prej fillimit dhe Jo, mëre, Vivien Tana. Jam i bukur shumë, Vivien. Që tash shumë keq, se unë qash që këm pas qef këtë emër, tash edhe me bo, unë e të një fmi. Se vem Po, bon, mëre, bon. Junior. Po. Tha. Qunit Robert, gocës Vivien. Pas ta edhe një gocë tjetër, Santi se i dhënohet që, po, mandi Alisa. 3 fmi është mirë, edhe unë 3 fmi dua. Po i erdi vakte si tjetë. Ka ndryshu gjonat, kohnat, edhe është shtrejtu jeta, se unë e fmiti du shumë i kësha vërë, dhe na jemi 3 quna, 2 vlezër i kam une, është mirë me qenë 3. S'po, ku 2, po, flasim për këtë për punë ma vonë. Ma vonë. Një herë tjetër. Vivien, cili ka qenë inspirimi jëtë në fillimet e karrierës? Atëherë, unë nuk është se kam pasur diçka shumë qartësisht në mendje, se çfarë do doja të bëja, domethënë, më shumë ka qenë ajo pjesa sepse edhe në për evente ndryshme ku kam qenë në moshë më të vogël, u merja me prezantimin e këtyre eventeve, dhe isha kështu gjithkohë, dhe dinin këto, jepja një Vivit mikrofonin, se flet ajo. Edhe mu s'më pushon të goja si herë, shqyr, akoma nuk ka ndryshu. Jo, portfolio për këndu. Për të gjitha, zemë. Për gjitha? Vesni kamerat që të kështë, deri tash ka qenë figura, po. Sa e mirë ku ka përshë? Edhe atëherë pastaj nga që unë jam tip shumë kurioze, do më thëmë pëlqen ti eksperimentoj gjitha, balerinë, këngëtarë që no. Atë pjesën e prezantimin të pëlqen si moderatore, ka marrë pjesë në për lojra, në për evente, në për sfida, në për gjitha, qa mund tjetë, do më thëmë, jam shumë e gatshme edhe tashi. Thjesht kam atë idenë që kudo që t'ulem, nëse bjen një muhabet, nuk e di se çfarë, domethënë ta them edhe unë fjalën time, se s'pushoj.